Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.al. Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Window Radio, mirëmbrëma Shqipëria, mirëmbrëma diaspora. Një përshëndetje të veçantë për protestën dhe protestuesit në Tiranë. Ju falenderoj, ju përgëzoj dhe ju mbështes. Ju uroj suksese kësaj proteste që në fakt unë i mungoj për pamundësi dhe jo për padashmërirësi. Jam Gens Paçuku, moderator i Window Radio dhe ju flas nga studio në Londër. Ju falenderoj që na ndiqni dhe ju falenderoj që po shtoheni çdo ditë. Të nderuar dëgjues të radios, Shqipëria është në një udhkryq. Është ndërruar në një puzzle apo lojë shahu. Pyetja është, a do mundemi ne ta plotësojmë këtë puzzle ku do të na dalë Shqipëria që duam? A do mundemi ne që me lëvizjen ton ta kapim shahmat Ramën që dorëzohet? Do bëjmë thirrje për kujdes, për vigjilencë, për guxim, për bashkim, për të parë qëllimin e madh dhe duke injoruar ndasitë e vogla. E mbi të gjitha të sundojë integriteti, dinjiteti shqiptar dhe rregullat demokratike. Ne nuk duhet të luftojmë të fitojmë vetë. Ne duhet të luftojmë të fitojë Shqipëria. Duhet vigjilencë në dy drejtime. Propaganda e Ramës me patronazhistët e vet është e shpifur. E ulët me qëllim presionin dhe denigrimin e çdo figure që del si rrezik për Ramën. E ne duhet të bëjmë të kundërtën, mbështetje të çdo kujt që sulmohet nga Rama. Por duhet edhe vigjilencë në një drejtim tjetër. Rama e ka parë se është në ditët e tij të fundit, por akoma e ushtron pushtetin për interesat e veta. Dhe lëvizjet e tij jashtë vendit, siç ishte dje ajo në Francë, janë të rrezikshme për Shqipërinë, pasi ai po bën pazare duke shitur interesat e shqiptarëve për interesat jo më të karrigës së tij, se mendoj se e ka të humbur për garancinë e tij pas largimit. Propaganda e shëmtuar e Ramës, që hante makarona e shiste ikona të vjedhura, Dritan Goxhaj luftonte si ushtar JUÇK-s. E çfarë bën Dritan Goxhaj? Ai vetëm lexoi një deklaratë me 5 pika të protestës. Edi Rama, pse nuk merresh me 5 kërkesat? Çfarë ndjesie ka se kush i lexoi? Dritan Goxhaj, Gens Paçuku apo kushdo tjetër? Jetoj në Londër që nga viti 2020. Djedha dorëheqin kryeministri Britanisë së Madhe, Keir Starmer. Asnjë protestë kundër tij, por një protestë të deputetëve të tij pas humbjes në zgjedhjet lokale, duke parë se kjo humbje ishte paralajmërim i humbjes së radhës në zgjedhjet e përgjithshme. Për të gjithë ju që thoni se Edi Rama i ka fituar zgjedhjet, jo, ai ka bler, falsifikuar dhe vjedhur zgjedhjet. Por sa për statistik, edhe Starmer i fitoi bimshëm zgjedhjet, por edhe dorëheqën sepse deputetët e tij nuk janë Zeqineja, nuk janë Sara Mile, nuk janë Ardit Bido, Elisa Spiropali e Tauland Balla. Prandaj shqiptar, Edi Rama duhet larguar me çdo kusht. Boll kemi duruar. Shqipëria po vdes, le ta shpëtojmë para se të jap shpirt. Sidoqoftë, ky emision jemi nuk është vetëm për mua, është për çdo shqiptar nga Shqipëria apo diaspora, që ka dëshirë të japë një mendim për të gjetur rrugën që vendi ynë Shqipëria të ecë përpara, të zhvillohet dhe të kryejë kushte dhe mundësi për një jetë dinjitoze për çdo shqiptar. Dhe sonte mikrofoni im ka shkuar në Tiranë, aty ku është një zonjë e nderuar, një familjare e mirë, një zonjë që vjen nga fusha e arsimit, nga fusha ku në fakt duhet të burojë dia, shpresa dhe zhvillimi, por që sot është e nënvlerësuar, e papaguar dhe madje e intimiduar. Një zonjë që kërkon dhe thret më të madhe që duhet të udhëheqemi nga dinjiteti, ndërgjegja dhe patriotizmi. Ajo është zonja e nderuar Irma Marku. Zonja e nderuar Irma Marku, mirëmbrëma, mirë se erdhën në emisionin tim Mikrofoni hapur dhe faleminderit që nuk hezituat por e pranuat ftesën me kënaqësi. Mirëmbrëma Gens, mirëmbrëma bashkë dëgjuesve. Është kënaqësi, privilegj dhe detyrë që ne vetë flasim, dëgjohemi dhe të ndërveprojmë në mendime, dëshira dhe aspirata për një Shqipëri të mirë që na bashkon brenda dhe jashtë. Edhe unë prandaj ju zgjodha sepse ne duam njerëz në radion ton që me zërin e tyre të thonë diçka, të japin një mendim, të thonë një vërtet,
edhe t'japin edhe një ide se si duhet që ne të hesim për në të ardhmen, pasi jo vetëm që kemi ngelur në vend, por po bëjmë hapa pas çdo ditë edhe nuk jemi drejt zhvillimit, por në drejtim të kundërt. Zonja Irma Marku, ngjarja e ditës, jo vetëm e ditës sot, por ka qenë fillim qershorit, është protesta. Një protestë madhështore në Tiranë, por është shoqëruar me protesta të shumta edhe në diasporë. Është lajm i ditës i pothuajse në të gjithë mediat botërore, por ka edhe mendime kundër. Ju a jeni pjesë e kësaj proteste dhe çfarë mendoni? Si po zhvillohet, si po bëhet, si duhet bëhet? Na jep ndonjë informacion për ne që nuk jemi në distancë, thjesht e njohim nga mediat. Duhet kuptojmë mirë së pari thelbin e protestës. Ne shqiptarët fatkeqësisht në vitet e komunizmit u denatyruam në një farë forme dhe harruam se çfarë do të thoshte të protestoja. Protesta është gjë më e natyrshme që i ndodh njeriu që në grembin e nënës. Bebia proteston sepse kërkon liri dhe hapësirë mbasi ka fitur të tëra jetësore jetësore dhe është bërë gati përmes ligjësive të universit, ajo shkelmon fetusi për të dalë në botën e madhe dhe të vendosi piketat e saj. Të neve na humpi si koncept, e harruam ta bënim. Erdhën në vitet e fuqishme, ajo erë e furishme e viteve 90, kur u shëm muri i Berlinit dhe lumej njerëzit dorë në rrugë për të protestuar. Fillimisht kërkesat e tyre nuk ishin shumë kuptim, vetëm vite si një nevojë e brendshme, si një revolt e akumuluar ndër vite për të protestuar. Pastaj mori një rrugë tjetër derisa arriti të bëhet një protestë me qasje të mirëfillt politike dhe ne kërkuam pluralizmin. Nga ajo periudhë ne menduam se me pluralizmin, pra me përfaqësimin shumë partijak, neve ja kishim dalë që të ishim qytetarë si përkundër na takon gjeografikisht jemi, por fatkeqësisht ende në koncepte. Po zjatem pak për të shkuar tek protesta, sepse unë nga këndvështrimi kuptohet protesta, thamë është një drejtë themelore demokratike, ku qytetarët ndihen të papërfaqësuar dhe të injoruar nga institucionet, nga shteti, protesta bëhet forma më e drejtë për drejtë e shpresës, pa kënaqësisë. Detyra e politikës është t'i dëgjoj këto zëra dhe jo t'i etiketoj. Si e kam parë unë këtë protestë? Është një protestë larushe. Njëherë, unë jam pjesë e protestave të opozitës ndër vite. Nuk kam munguar në asnjë prej tyre, por kam zgjedhur të mos jem pjesë e protestave që inicioheshin nga e ashtu quajtura shoqëri civile në Shqipëri. Sepse ajo çfarë u reflektua, sidomos në pushtetin e rilindjes apo Edi Ramës, neve nuk kishim më shoqëri civile, kishim shumë shoqata të cilat bënin protesta për çfarëdo lloj elementi që udhëzohej nga gjeopolitika apo andaj nga ato merrnin fondet, konkretisht dominuar nga Sorosi. Duhet ta themi këtë më të madhe, sepse e keqja që i ka ardhur Shqipërisë dhe që e ka sjellë Shqipërinë në këtë kushte është pikërisht agenda e George Sorosit. Me fal, atëherë me sa po kuptoj unë, janë shumë protesta në Shqipëri që ndër vite nuk janë zhvilluar si protesta si kundërshti, por janë zhvilluar më shumë si agenda me një agendë të posaçme. Me një agendë të posaçme, po. Mbështetëse për agendat të pushtetit. Po. Paterica mbështetëse të pushtetit. Tu për shembull ligjin e LGBT që çoi deri në parlament deri në aprovimin e martesave në ndërmjet transgenderëve. Neve nuk ishim ende gati, neve s'kemi realizuar akoma konceptet bazë të jetës qytetare, neve ende nuk kemi një stabilitet ekonomik, një stabilitet social që neve të shkojmë në këto devianca, nuk ishim këto përparësia në realitetin tonë shqiptar. E të tjera protesta, po përfaqësia gjinore, të drejtat e grave, e të tjera, jo sepse unë jam kundër këtyre, por unë kam një qasje të djathtë, konservatoriste, dhe unë jam për gratë e forta, gratë
formuara, të cilat e gjejnë vetë vendin në shoqëri dhe s'ka nevojë për rregullator ligjor. Do më thënë, jo për gratë që bëhen burra dhe jo për burrat që bëhen gra. Absolutisht, as për gratë që përdorin asetet e tyre ose pretendojnë se janë gra dhe mund të kenë çfarë të duan, sepse e ka dhënë universi të ketë burrë dhe grua dhe çdo individ duhet jetë i barabartë përballë ligjit dhe duhet ballafaqohet me aftësitë e tija. Unë përsoja, mos i hym kësaj pjese. Mos i hym kësaj pjese se na çon në një drejtim dhe nuk mbarojmë tërnatën, por për të kuptuar se çfarë ndodh me të ashtu quajtur në shoqërinë civile. Presupozohet që të ishte ajka e kombit, intelektualët, dhe intelektualët janë etërit, janë prindërit, burrat e gra qofshin ato që marrin në dorë fatet e popullit, se populli është minor në konceptin e tij dhe kërkon udhëzim, kërkon orientim. Ato këtë nuk e kanë bërë. Pra prindërimin e mirë cilësor për popullin, për shqiptarët, nuk e kanë bërë. Dhe si të tillë, unë e shikoj me shumë dyshim. Ama më pëlqen që sheshet e Tiranës dhe sheshet e qyteteve të ndryshme në botë ku ka shqiptar kanë përskuqur nga flamuri, nga një thirrje përbashkuese. Dhe ajo çfarë përbashkon fatet e gjithë shqiptarëve, të përfaqësuar ose jo, të shoqatave apo jo, populli thjesht apo intelektual, politik apo jo politik, është përfundimi i këtij pushteti, i këtij mandati të fundit të Edi Ramës, por jo vetëm. Ktu pastaj fillojnë kundërshtitë e mia. Unë kam dëgjuar thirrjen Rama në burg apo ti Rama. Neve do doja unë si një protestuesme ka hershme dhe si një zë kritik i fortë brenda dhe jashtë strukturës ku aderoj, që është Partia Demokratike. Të dëgjoja thirrjen të largohet mafia në pushtet, sepse Edi Rama nuk e ka mbushur kupën vetëm. Është e vërtet që kupa është derdhur, por këtë kupë nuk e mbajti dhe nuk e mbushi vetëm Edi Rama. E çika ca më herët që kemi edhe elemente tjera që e fuqizuan pushtetin e Ramos, përfshirtu analistët që kanë përdorur më së shumti propagandën për ta deformuar ose për ta bërë kaotik popullin, atë dëgjuesin e thjeshtë. Dhe këto unë e pash dhe në protestë. Ajo kam bërë dhe një reagim, disa reagime në faqen fillesat e protestës. Ajo çfarë mua më bëri të dyshoja ishte larushia e përfaqësisë dhe mungesa e përfaqësuesve, të atyre që qëndronin mbas këtyre zërave protestues. Dhe tjetra ishte seleksionimi. A mendon se ka apo nuk ka drejtues, sepse absolutisht ka. Po çfarë arsye kanë që ta fshehin por kanë ndryshuar kuptohet, kush fshihet dhe nuk pranon të duket, gjithmonë ka një agjendë të vetëm personale dhe nuk është fare në funksion të së mirët përbashkët. Dhe kjo e ndot shpirtin protestues të shqiptarëve. Dhe aty në shesh ne kemi parë familjar, kemi parë prindër me fëmijë që kanë dalur, sepse e tham dhe më herët nuk është për të diskutuar se duhet të mbaroj pushteti i rilindjes dhe Edi Ramës. Diskutohet që Shqipëria tashmë të marrë një orientim tjetër. Prandaj bëra një paralelizëm në fillim të bisedës me protestat e famshme të 90-s. Fillimisht studentët dhe qytetarët shqiptar që dolën u derdhën shesheve nuk kishin një kristalizim, një qasje të pastër të qashtër politike. Ato thjesht e ndjenin instinktivisht që duhet protestonin, duhet të revoltoshin dhe e kuptonin, e ndjenin që tashmë muret e telave me gjemba kishin rënë, po ashtu edhe ushtarët në venderoje, dhe pse në ato ditë amullta neve patëm edhe dëshmorët tanë të demokracisë. Pastaj mori një qasje politike, dhe ajo çfarë vëmren, tashmë, ditët e fundit është që na dolën me 5 pika, na u lexuan 5 pika qartë politike. Gjatë këtër kohës u mundua të seleksionohesh, nuk i jepe mikrofoni as kujt që nuk pranon të për shembull të lavdë një medjaje që është News 24, që çuditërisht kamera e saj qëndron aty. Kodi i daljes i hipjes në atë shkallën për të folur atë pseudofoltoren ishte Rama-Burg, Berisha-Burg, dhe mua relativizimi nuk më pëlqen. Aq më pak unë si njeri
i lexuar, i cili e ka ndjekur politikën të brendshme kryesisht, por edhe gjeopolitikën, se nuk mund të futem. E dim shumë mirë që gjërat e mira që thirrën në emër të popullit nuk janë as pak të mira. Në fund përfundojnë duke ndëshkuar vetë popullin. Më fal, Irma, qëndrojmë pak tek kjo thirrje Ramanburg, Berishanburg. Tani kjo thirrje a vjen nga agjendat majtiste, sorosiste, që mua më duket se diktojnë sloganet? Apo duhet të shkojë edhe Berisha në Burg, apo me ato sloganin në kuptojnë ndoshta burgosin e politikës vjetër, ku pjesë është edhe Berisha, dhe jo burgosin fizike të personit Berisha. Domethënë janë disa lloj variantesh që përpara se të shkojmë tek metafora, e burgosis në fakt pak e vogël jam në lidhje me këtë, sepse për hir të vërtetës çfarë kam parë aty, nuk është se ka një individ që flet me simbolika, aty kemi diskure të thjeshta, pa një linjë të qartë. Jo, unë kam diktuar, kam kuptuar diçka. Dua ti marr hap pas hapi, në fakt. Po, më fal, vetëm një gjë. Dua ti marr. Po, unë kuptova diçka në protestën që isha në Londër. Në Londër isha një herë, domethënë si ishte. Irma, unë jam dakord që njerëzit të shprehen lirshëm si të duan, dhe mund të kenë një mendim. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord, domethënë ajo diçka nuk të pëlqen ty, nuk më pëlqen mua, po e ndjen dikush tjetër për ta thënë edhe ta thotë, por pash në protestën në Londër. Kisha orientim. Domethënë ishin ca persona që mbarote një person edhe hypte dikush në podium edhe kishte thirrjen Ramanburg, Berishanburg. Pra, nuk e linte që gjithsekush, çdo protestues që kapte mikrofonin ta hidhte atë sloganin e vet apo jo, ose të jetë mendimin e lirë, po deri diku e impononte atë dhe turmën me atë thirrje. Prandaj thash aty edhe ata persona faktikisht unë i zbulova. Ato ishin, se më bën përshtypje se po flas më shumë se ti, po duhet ta them që të kuptohemi, më bën përshtypje se ato ishin të partisë Arlind Çorit. Edhe thash me vetë si ka mundësi që kjo protest, domethënë në këtë protest të kenë akses deri menaxhues njerëzit e Arlind Çorit, për shembull ndoshta Adrati Llapajt, edhe të poshtrohen demokratët duke thënë që nuk i duam. Aty më bëni përshtypje dhe ju thash kujdes se dua të dalëm, prandaj po e drejt. Tu desha të dal. Prandaj thash ti marrim hap pas hapi që të kuptohemi. Atëherë, në përditshmën rinë tonë, kur neve jemi të revoltuar, kemi një qasje drejt për drejt se kundër kujt jemi të revoltuar. Dhe ajo është fakt është që e keqja më e madhe shqiptarëve është qeverisja e rilindjes me Edi Ramën. Dhe këtu dakordsojmë të majtë edhe të djathtë, qytetarë të ndershëm, jo ato që kanë qenë pjesë e strukturave sistemit me të tëra elemente që ne i dimë, që janë patronazhini, që janë oligarkët, të cilët janë dashur përmes të ardhurave të majme, po ashtu edhe përfaqësi diplomatike. Në momentin që unë jam e mërzitur me këtë pushtet, unë do merrem me pushtetin. Në asnjë vend të botës nuk ndodh që populli të ngrihet kundër opozitës. Populli di shumë mirë që opozita është i vetmi kanal oksigjeni që lufton për të drejtat e tyre. O qoftë kjo dhe nga qasja pragmatiste e partisë opozitare, për të ardhur në pushtet. Për të ardhur në pushtet e marrin mirëfilli që janë thjesht pragmatistë, nuk kanë elemente ndjesor për interesin e vet. Opozita është vetmja që mund të analizojë problematikat. Dhe në të vërtetë, me të mirat dhe të këqijat e saj, partia opozitare, por dhe kryetari i saj, Sali Berisha, e ka ngritur zërin. Berisha vet ka qenë ai që ka artikuluar i pari qeveria e krimit, mafja në pushtet. Si sentencë. Shpeshtazi zërat tanë opozitar që sillnin prova janë çuar në kufite e idiotit të Don Kishot, i cili shikon, thoshte Rama në parlament, shikojnë miza, fluturojnë miza dhe mushkonja në Divjak, derisa ra avioni. Më kujtohet. Po përmbys. Ë? Më kujtohet. Në mes të parlamentit kjo. E fund. Po mirë, themi që Berisha në Burg, në këto 5 vite, ku ka qenë Berisha? Ka qenë i lirë?
të bëj opozitë siç duhet. A ishte ky Berisha i cili u stigmatizua, u përjashtua nga grupi parlamentar, u arrestua, u gjykua, ju mor vula, ju mor sigla, u linçua. A keni dëgjuar në këto 13 vite të ndjerin Stefani që në studio televizive thoshte tërkohës fajin e ka Berisha? Çdo problematik që dilte në pushtetin e rilindjes fajin e kishte Berisha, mirë në vitin e parë, mirë në mandatin e parë, po në 4 vjeçarin e dytë, të tretë, prap fajin Berisha e ka për krimin që ka shtrirë duart e tij në çdo qelistë të jetës shqiptare. Dhe mua kjo nuk më duket as pak një mendim i një populli të thjeshtë, një qytetari të thjeshtë, që vuan për arsimimin e fëmijës, për kushtet shëndetësore, për shtëpinë që nuk e blen dot, edhe pse këtu mafia e betonit e ndërtimit ka prekur çdo aort të qyteteve, kryeqytetit dhe qyteteve të mëdha. Nuk ka mbetur 2 gisht tokë ku nuk ngrihet një gjigant i madh shumë katësh. Dhe qytetarët shqiptarë nuk mundet dot të blej një shtëpi. Shqiptarët të rjetës kanë vuajtur për një stre. Çiftet shqiptare kryesisht kanë emigruar pikërisht për këtë se nuk ndërtonin dot jetën këtu. E pamundur që të lindnin fëmijë, e pamundur që të rrisnin ato në kushtet e duar. Edhe është hapur një plagë e madhe. Familje të ndara, të coptuara në qytetet e vogla, në fshatra, në zonat rurale, ne kemi kryesisht vetëm prindër të moshuar, shumë pak, gati as pak në shumë fshatra. Kjo është dhimbje. Edhe diçka tjetër, përveç kësaj, çfarë ka ndodhur në këto 13 vite? Për herë të parë në historinë shqiptare, mendoj dhe të tërë popujve ne kemi ikjen masive të intelektualëve, të njerëzve me profesione solide, të mjekëve, të juristëve, të gjykatësve. Pse nuk kishin të ardhura ekonomike, ato i kishin. Në ato format e jetës shqiptare, po këtu bë jeta e pasigurt. Nuk vlente më as e ardhura monetare. Unë kam pa njerëz, kam taku njerëz, më falë se po ndërpres, kam taku njerëz në Tiranë, që mund të them që kishin pare me thas, edhe kishin xhelozi se unë isha jarë dhe ata nuk ishin. Pra, unë pasurinë unë s'kam pasuri, jetoj normalisht, po nuk ju mungohen të asnjë gjë, kur them asnjë gjë, ishin shumë të pasur, por ju mungohen të ajo se për te asaj se parat i kishin bërë në Shqipëri, e kishin përkrahë dhe votu sistemin, jeta atyre ishte bë ferr. Nuk e duroshin dot këtë lloj jetese në Shqipëri. Prandaj themi që ato mbështetën lakun që ju rrotulluar e shqapës. Ju rrotulluar e shqapës. Kjo është dhimbja më e madhe. E të kthehemi te kjo protesta jonë. Tash më pëlqen që sheshet janë mbushur plot. Duke hyrë më fal që ta hapim pak bisedë, më fal të ta zgjeroj një çik pyetjen te protesta. Tash protesta po emrohet si revolucioni i Pelikanit. Edhe diku pash sot një organizim që kishte disa pika dhe gjithçka ishte për florën, faunën dhe pelikanin në zonën e Zvërnecit. Domethënë ata ishin kërkesat në një kohë kur në Shqipëri faktikisht ato protesta duket janë normale, por janë protesta që mund ndodhin në Finland, Danimark, Norvegji, Island, ku ta diune, por në Shqipëri kur ne bëjmë fjalë ose luftojmë për ekzistencë, dashin lufta për ekzistencë, jemi në kushtën e mbi ekzistencës. Po, ku jemi në ato kushte, ne unë besoj që pelikani bien. Edhe më thot dikush, po kështu kemi marrë një reputacion të mirë, na kam thënë bota. Ore, ne i bëjmë protestat për problemet tona, apo për reputacionin që japim në botë. Ne duhet ta përshkallëzojmë protestën Pelikani, ky është një revolucion demokratik për liri, për demokraci, për jetesë dhe jo për Pelikan. Nuk kam asnjë gjë me Pelikant, nuk janë dashuria ime, por nuk janë dashuria ime, por unë nuk i vë dot Pelikanin para jetës shqiptarit që është në rrezik, edhe para ekzistencës si kom. Këto janë pikpyetjet e mëdha të kësaj proteste, pra energjia qytetare është munduar që të orientohet brenda rrjedhës. Dhe ajo çfarë unë kam vërejtur, nuk është më shumë çësia tek rënja e Ramës, se Rama është e sigurt që ka rënë, e ka kaluar ka herë vijën e kuqe, po shohim çdo ditë që po i mbyllen dyert në çdo vend të Europës edhe të botës.
por ajo çfarë unë vërej në këto rrymat brenda protestës, këto individët e fshehur, të cilët i kanë vënë mikrofonin 2-3 individëve krejt anonim, për sa i përket realitetit shqiptar, është një sentencë që e kam dëgjuar që në ditët e para ne jemi opozita e vërtet. Kush e zotëron të vërtetën absolute? Opozit, ti nuk je opozit kur je ambientalist. Absolutisht jo. Ti je ambientalist. Absolutisht jo. Ti ke një qëllim, po nuk mund të do opozit. Ti je ambientalist edhe lufton për pelikanin, lufton për një peshk. Jo, ditët e para këto ishin apolitik, ndërkohë që dëgjoheshin thirrje politike. Këto anatemuan, bën që të ndjeshin jo në formën e tyre më të mirë demokratët, protestuesit e shesheve, ndër të cilët isha dhe unë. Ka pasur shumë luhatje, shumë dualozime, se ishte të mërshme, dhe më të ndjeshe i pa planuar. Ne dim shumë mirë në një ambient ndjehet, edhe pa e thënë, jo që këto shkonin në artikulime. Absolutisht në vetë shqiptarët kemi një shprehje, fshati digjet, dhe zonja krihet. Kështu mu duk dhe mua kjo çështja e pelikanëve. Ashtu mos e vërtet, sepse në një debat unë sot, në një grup, do të i thash, ore, jam dakord. Rama në psikopatinë e tij që ka, se tash unë besoj që të flasish për kryeministrin, në një kryeminist normal duhet përdorë edhe një etik, pa ai nuk të lejon asnjë lloj etike, nuk përmbahesh, domethënë të flasish për atë në psikopatinë e tij. I të tëra barrierat e tij. Po, në psikopatinë e tij ai zgjohet ndesër mëngjes dhe thotë, dëgjoj, unë nart në zvërnesin thotë, unë do t'i anulloj të gjitha investimet edhe do t'i bëj zona të ruajtura. Në të gjithë javën e parë të protestës, se tha, unë anulloj ta. Po pra, e anulloj. Tani në momentin që anullon, do thotë që ai e realizon atë që ti kërkove. Do më thanë, do të tërhiqesh. Po, ai del një hero përballë kësaj turme pastaj, ky dëgjon kërkesat e ambientalistëve. Po pra, po ti tani do tërhiqesh kërkesa për tërheqjen e Ramës, do më thanë, aty e kishte qëllimin vetëm prandaj çik konfuzion. Unë pata debate me ata njerëz, sepse ata nuk ishin të qartë fare se çfarë kërkonin, në çfarë donin të bënin, donin të bënin një organizim. Në fakt për mua ishte ish organizuar, sepse ata nuk kishin ide të bëjnë edhe organizim, edhe unë thash jo, unë nuk mund të bëhem pjesë e këtij organizimi, sepse unë duhet luftoj në radhë parë për liri, për demokraci, për Shqipërinë. Pastaj këto tjerat, nëse kemi liri, kemi demokraci, kemi realizuar to, po. Pa hapësirë ta fund. I mbron ligji vet, nuk ka nevojë të mbërsh ti pelikan. As ligji, aty ku ka demokraci dhe ligj, ata gjithçka vjen normalizohet edhe mbrohet kafsha, mbrohet njeriu, po ne duhet para të sjellim normalitet në funksionimin e shtetit. Është shumë e drejtë. Më pëlqen drejt për drejtësia jote, Gens. Neve, mbas kaq vitesh, duhet kërkojmë që të kemi një qeveri të së drejtës. Jo një shtet ushtarak. Ajo çfarë është vërejtur në këto vite, përveç rrezatimit, shkëlqimit të mafjes si në asnjë vend tjetër, Shqipëria është në ruani i Palermo, të viteve 2020, është e tmerrshme. Nuk ka as pak siguri qytetari shqiptar në realitetin brenda vendit. Po të vriten fëmijë brenda shkollave. Kronikat janë të frikshme, ato që kanë mundur të depërtojnë dhe të shfaqen në media apo portale, se shumë janë mbajtur fshehur, se kryesisht janë munduar që të kamuflojnë çdo realitet të ndodhur. Pastaj e kontrollojnë gjithçka. Situata skandaloze në spitale, çdo gjë. Atëherë, kjo thirrje bën që të mos dalin në shesh ata që vërtet protestojnë, ata që vërtet din të kumbojnë dhe ta ngrenë zërin. Kanë forcë. Po, kanë forcën sepse kanë bërë çdo ditë të jetës së tyre, ato janë rritur një klim të tillë protestimi. Kanë forcë sepse vetë djata në Shqipëri, Partia Demokratike në Shqipëri përfaqësohet pikërisht nga kjo. Ka lindur në vitet e para të komunizmit, momentin kur u ekzekutuan, u internuan intelektualët
në zë të vendit, të shkolluara në shkollat më të mira të botës. Partia Demokratike u themelua vërtet në vitet 90, mbas së rënies së Murit të Berlinit, por mendimi demokrat ka lindur fryma, ka lindur shumë më herët, daton 40 ca vjet të shkuara, dhe ta demokrat janë niprit e pikërisht këtyre familjeve. Kjo është falca e PD-s. Kjo është ajo që ka mbajtur gjallë PD-n me të tëra ato sulme. Neve nuk duhet t'i fragmentarizojmë situatat në Shqipëri. Për mua, kjo ishte vazhdimi i skenarit të marrëveshjes së 17 majit me Lulzim Bashën dhe Edi Ramën. Kur Edi Rama mendoi se e bleu opozitën dhe tani mund të mbretëronte i qetë. Por demokratët nuk e lanë. Demokratët e thirrën në fushë betejë Berisha. Nuk ishte Berisha që e kërkoi këtë. Ishin demokratët që vetëm tek ai patën besim, me të tëra anët e veta pozitive dhe negative, se pushteti ka konsum. Por ajo çfarë besuan, të provokoj pak me një pyetje? Patjetër. Demokratët e thirrën Berishën. Pyetja është, po Berisha a i thirrri demokratët? Ishte sintezë. Në vazhdimsi themun. Në vazhdimsi i thirri demokratët, i ka thirrur gjithmonë. Vetët për të parë se sa do t'i vlerësoj ata që vërtet e mbështetën, jo thjesht për dukje apo për interesa momentale, për ata që vërtet kanë qenë aty në mbështetje të Partisë Demokratike. Irma, do të bëj edhe një pyetje tjetër. Sa kohë duhet që të vlerësojsh dikë për punën që bën dhe për mbështetjen që t'jep? Sa vite? Se tani jeta e njeriu nuk është edhe mina vjeçare. Shiko, Genc, neve kemi njohje të shumta gjatë procesit jetësor. Po miq, të vërtet janë pak. Dhe miqt vërehen në vazhdimsi të viteve, në ulëngritjet e tua dhe të tyre, se sa kanë qenë aty dhe sa ti e gjendur për ta, se është një marrëdhënie shumë intime dhe politik bërja, se sa kanë vibruar të njëjtat mendime, të njëjtat dëshira. E kuptova pyetjen tënde dhe kësaj po jam përgjigje. Berisha në këto 36 vite e di shumë mirë se kush e ka mbështetur Partinë Demokratike vërtetësisht. Dhe mbështetësit e vërtet kanë qenë ato që kanë qenë në shesh sa herë që Partia Demokratike dhe bashkë me të edhe Berisha kanë pasur nevojë. Demokratët nuk u ngritën thjesht për të mbrojtur Berishën. E ndjenin që po u kërcënohej shtëpia e tyre. Dhe aty nuk mendon një demokrat i mirëtillë flasë, nuk mendon dhe nuk bën pazare me vete, nuk bën kompromise, më leverdis apo s'më leverdis. Është vërtet, kjo është demokracia dhe kështu janë demokratët. Pyetja tani pyetja tjetër. Nxjerr pyetja tani pyetja tjetër. Po kur ndahet torta, a duhen vlerësu këta që ishin aty pa asnjë lloj qëllimi personal thjesht për të mbrojtur demokracisë. Ktu është që ajo që ndodh. Prandaj dhe unë ngacmova. Ajo çfarë po ndodh me këto rryma brenda protestës është vazhdimi i marrëveshjes së Lulzim Bashës dhe Edi Ramës, të cilit demokratët nuk i dhanë pak mbështetje, për hir të vërtetës. Me idenë se ishte një frymëre ardhur nga Europa, i shkolluar, i formuar në Hollandë, dhe vjen me një qasje tjetër. Sepse duke dëgjuar narrativat u duk sikur demokratët duhet të zbuteshin, duhet të kalonin nga gjendja e tyre natyrale. Mendoj se ende nuk jemi në momentin për ndarjen e tortës. Partia Demokratike ka kaluar sulme mbas sulmesh në këto 5 vite. Mendoj se mbas këtij momenti ajo çfarë do ta tregoj vërtet është zgjedhja e kryesisë së re të Partisë Demokratike. Dhe aty do duket vullneti për të ndryshuar atë çfarë nuk ka shkuar brenda selisë demokratike dhe përmes leadershipit të PD-s. Pyetje shumë e shkurtër, kur? Pyetje shumë e shkurtër, kur? Ka dhe një qasje tjetër shumë të ligë nisja e kësaj proteste. Unë bëj pjesë ke njerëzit që gjithmonë kanë një formë, më pëlqen t'i balancoj gjërat. E çuditërisht u derdh kupa pikërisht momentin që u zgjodh Këshilli Kombëtar. Që u mblodh Këshilli Kombëtar, kuvendi do të e kuptoj. Ende pa u konstituar Këshilli
ende pa u konstituuar këshilli, nuk i la kohë. Nuk i la kohë PD. Dhe neve kupton që kur goditje, Partia Demokratike është një parti e madhe me eksperiencë. Shumë e madhe. Edhe momentalisht në një pjesë të madhe, sidomos leadershipi është jashtë protestës. Atëherë pse të mos hesim paralelisht protestën punën e vet, Partia Demokratike të agjendën e vet që të zgjedhë organet drejtuese, se ndoshta në një frymë të re mund të jetë një gjë tjetër. Duhet bërë. Kam përshtypjen se po mundohet të lexoj jo, ato janë të qarta, ato rrymat që neve I diskutuam. Janë shumë të qarta, mendoj, jo vetëm për profesor Berishën, por edhe për leadershipin, edhe për antarët e tjerë të funksionarët e lartë Partisë Demokratike, ende në pozicionet e tyre. Mendoj se vetë kryetari I Partisë zoti Berisha është duke kuptuar se si e kërkon koha që të riformatohet. Kjo është një mendim I të tërë demokratëve që Partia Demokratike duhet të riformatohet. Që plankprishësit nuk duhet të tolerohet vendi. Ata që e kanë sulmuar, që e kanë dobësuar, që nuk ja kanë devijuar funksionin dhe qëllimin Partisë Demokratike, nuk meritojnë që të jenë në funksionet e tyre drejtuese. Sepse kjo bën që demokratët, ata që neve e thamë, kanë qenë aty kudo dhe kurdo herë e ka kërkuar Partia Demokratike, interesi I vendit, bashkë me edhe I doktor Berishës, ato do të largohen. Është pa mundur, ka qenë një debat I fuqishëm, dhe këtë e kam parë unë nga sunet që janë dërguar edhe në rrjetet sociale këta përkrasit e Saljanit për shembull. Unë kam qenë në 8 janar, jashtë jo brenda. Jashtë për të kërkuar që të hy në shtëpinë time, në godinën e Partisë Demokratike. Kam qenë në rresht të parë, me idenë se duke qenë gratë aty, sepse aty ishte një konflikt I hapur, ne jemi sulmuar nga brenda, siç jemi sulmuar nga jashtë, dhe kanë qenë në sinkron ata që ishin brenda me ata që I përcjellte qeveria që ishin në forcë. Nëse të jemi sinqert për nga gratë, për nga gjërat e PD-s në atë kohë, më fal, të jemi sinqert për në atë kohë, e kam ndjek nga televizori edhe s'kam pa asnjë nga gratë e PD-s të sulmuara, e shkreta vish Grida Duma, ajo hangri gazin edhe. Ajo shkreta po, ajo hangri gazë, u vesh me dzeza, qau e çfarë bëri, po me zgjidhjes pati kohë të bënte edhe video. Më vjen déjà vu ato videot e Erion Veliajt dikur. Domethënë është e njëjta dorë, e njëjta ide. Ajo domethënë ajo është shkreta po. Po, pas edhe ca të tjera që e vuajtën pimbjen e saj, dolën shumë ka video të vogla, me idenë se po merrnin në pozicion në postë të kjo pjesë e tortës, është gjithë problemi. Dhe të Saljanin Tigens, jo unë, po të tërë demokratët që ishin aty dhe që e ndiqnin nga ekrani televizorit, nuk e pranojnë dot të jetë në funksion drejtues. Ai me atë shkopin e bejsbollit në dorë, që ja drejton të demokratëve. Nuk ka moral ai të kërkoj pozicion drejtues. Jo, unë e kuptoj, po arriti të hyjë prapë në PD dhe në një moment të quhet edhe hero, pasi ai u arrestue. Aty kishte hero, jo, nuk u vetë quajt, po e quajtën nga Partia Demokratike. E quajtën, është e vërtetë. Dhe unë bëj pjesë ke zërat që e kam ngritur këtë shqetësim. Unë kam qenë pjesë e Këshillit Kombëtar si kryetare atëherë e Partisë Demokratike, në momentin kur erdhën ne ishim thirrur në nuk kandidova I pash në rresht të parë këta larë, parfumosur, veshur dhe pristin vizitat si krushit e rinj. Për hir të vërtetës, unë kam qenë në zërat kundër që edhe kam artikuluar. Unë isha pro bashkimit, gjithmonë vetëm pro e çdo individi që do të japi angazhimin, po jo të më hy nga Oxhaku I Çatis, sepse unë në mendsinë time nga fëmijëria 2 individ mistik njoh që hyn nga Oxhaku. Një është babagjyshi që më sjell dhurata, që vonë kuptova që nuk ishte ai, po ishte I mat, që mi blinte, dhe 2 është ujku, grabitjar që do të hajë. Dhe sinqerisht unë nuk mund ta pranoja që këta babagjyshërit me dhuratat më hynin nga Oxhaku I Çatis së shpitje me zor.
kisha mundur të hyja dhe po mundohesha ta sillja në atë shtëpinë e thyrë në një përshkjell me dyer të blinduar e çdo gjë tjetër. Dhe ti prisja dhe ti sajdisja si krush të parë. Për mua nuk kanë qenë kur krush, aq më pak të parë. Mbase kjo artikulimi i drejt për drejt, po në këtë rrugë kam zgjedhur të rjetën që t'jem e vërtet me veten, se veten nuk mund ta gënjej, dhe si e till e vërtet edhe me ata të cilët përfaqësoj, që janë demokratët. E kam thënë dhe me zë. Kjo mbase ka qenë një formë dëshkimi. Prandaj ngel edhe se kjo ka qenë një formë dëshkimi që mbeta jashtë. Kështu që pyetja vlen. Por mbetet për të parë. Mbetet për të parë se si do të veprojë Berisha. Por është e qartë, Berisha deton leadershipi. Edhe ata që mendojnë që të jenë pasuesit e Berishës. Do ta kenë të qartë. Do ta kenë të qartë. Në PD, ata nuk munden dot të jenë në format e fuqishme të liderit, duke bërë formulën mirë me vjerën, mirë me gruan. Duhet t'i japin Cezarit çfarë është Cezarit, ka ardhur momenti që demokratët të vlerësohen për kontributin e tyre të pachmueshëm, sepse kanë luftuar në kushte të jashtëzakonshme, kur pushteti ishte hermetik dhe ku i diskriminonte, i largonte nga puna, i hiqte edhe ato çfarë është eksistenciale të ardhurat. Mua në këto 13 vitet pushtetit të Ramës më ka ardhur tërë kohës si lajt motiv legjenda e Misrit e Migjenit. Si mundet ta gjunjëzosh një njeri dinjitar prej natyre që natyra e ka bërë dinjitetshëm, vetëm duke i rrezikuar bukën e civilizimit. Dhe ai këtë ka bërë me prindrit unë mendoj që një lloj hapësire ja kemi dhënë edhe në pjesa kundërshtare e Ramës, sepse edhe bashkëpunimet tona kanë qenë me njerëz këtë pa dignitet, me njerëz që dikur i ka përdorur Rama, edhe ke parasysh kur ke një farë ndoshta miqësie, ndoshta të përkohshme me disa njerëz që janë njeh pikat e dota, e njeh se si janë, pastaj kur i ke njeh mirë se si janë, nuk i ke më miq, sepse nuk e meritojnë miqësinë tane, por ti në çdo moment ja u njeh dobësitë atyre. Edhe ne kemi marrë njerëz që i ka përdorur Rama, i ka shtryll, domethënë si limonat, pastaj i ka hedhur në rrugë dhe ne kemi bërë pjesë të opozitës, edhe ai e din mënyrën se si janë ata, edhe prandaj edhe pallet. Domethënë kjo ka qenë besoj edhe një emet e Partisë Demokratike, domethënë bashkëpunimi me njerëz me njerëz që nuk e meritojnë. Veças unë mendoj që në Partinë Demokratike pat një problem se menduan se pas 3 mandatesh Edi Rama gjithsesi do bjeri edhe për te kërkesave për vota mendoj se e pat edhe një farë arrogancë. Një ndër gjërave që nuk na falet është pikërisht kjo që do të lodhen dhe do kemi rotacion. Ajo çfarë unë vëria në strukturat e PD-s. Unë shikoj se në vend që ata që sotën deputet, një pjesë kishin kandidat për deputet, në vend që të kishin një pasë ndryshe ndaj demokratit, ndaj elektoratit, por edhe ndaj njerëzve të thjeshtë, se nesër do t'i kërkojsh votën, ato ishin plot arrogancë, edhe arrogancën deri diku në një farë pikë e kam ndjerë edhe unë që isha goxha dinjitos, por edhe pa interes në kuptimin e kësaj, se s'kishim interes që do të dinjitarët nuk vendosin interesin. Sepse kanë vetë vlerësim të lartë. Është e vërtet, por në kohë të vështirë duket sikur janë. Sa aftësi kanë. Të them diçka? A di si u zgjodha unë kryetare e rithemelimet? Po. Do më lesh ta zhvilloj pak këtë. Patjetër që fosa aty do të pjesë e strukturave të kohës edhe me këto keqardhje që gjithmonë e kanë shoqëruar. Mirë po, doja të shikoja nëse ishte pjekur tashmë mendimi dhe dëshira e demokratëve që të kishin përfaqësuar, sepse vete kisha diskutuar shpesh tazi idenë e kartës morale. Po. Në kohën kur Basha ishte në pozitat e tija më të forta, para se të ngrihej dhe të shkrihej dhe të rizgjidhej në mënyrë të përsëritur. Ne thosha që vetëm gjë që neve na sjell në pushtet, përballë makinerisë të pushtetit të Ramës është e vetmja është karta morale e cila mund të thyej edhe vlerat e larta monetare me të cilat operonte Rama. Mbetëm prap e këtij mendimi sepse e provova.
Në një farë mënyre, përveç faktit që unë e dija që ishte momenti që duhej patjetër karta morale që Liga 2 të merrej, sepse për hir të vërtetës shifrat e përfaqësive nga Lulzim Basha, duke filluar që nga ish kryetarja dhe elemente strukturës dhe kryesisë ishin në anën e tyre. Dhe që ritemelimi të kurorëzojë në Degën 2 duhet patjetër një figurë që nuk mund të cënojnë asnjë kuptohet e formuar intelektualisht. Përveç kësaj, u veprova edhe për të bërë një eksperiment, për atë që sapo thash. Pra për të kuptuar nëse edhe demokratët vetë e donin një figurë të tillë. Dhe në takimet që ne bënim, ato takimet tona modeste në përkate, ne s'kishim as Elia asnjë gjë, ishin të tëra të zërpuara. Në përkatet e lagjeve, në për shtëpia, në për oborret e shtëpive i bënim takimet. I thosha, nuk duhet më të presim, se thoshim po mirë, akoma s'ishte diskutuar për emër kryetari i Degës, ishim akoma fillimet jo formulare. Thosha, nuk kemi pse presim, po çfarë do na thon Selia? Nuk duhet të presim nga Selia. Ne jemi ata që e mbajnë strukturën, neve punojmë, ne mbledhim vota, mbajmë Selin, mbledhim vota, kështu që dhe neve duhet të jemi të qartë, o e kuptojmë neve nga terreni se çfarë duhet, o nuk e kuptojmë zotërinjt me këpucë dhe kostum, që hipin në për makina dhe shkojnë në për zyrat me kondicioner. Edhe në fakt pastaj ata vendosin. Është e vërtet. Por duhet t'i orientosh dhe duhet t'i çlirosh, sepse gjithmonë mbeten këtë se po ta themi varsi na e merr Selia, valsi do interpretoj Selia, dhe për hir të vërtetës Genc, ajo pjesëmarrje ditën që është bërë zgjedhja kryetarit të Degës 2 të Ritemelinit, ku dhe unë pata fatin të zgjidhem kryetare, ishte jashtëzakonshme. Njerëzit realisht e duan. Domethënë, unë e kam të sankcionuar 5 vite të shkuara, duan njerëz të dinjitetshëm. Dhe njerëzit e dinjitetshëm i njohim neve, i njohim në lagjet ku jetojmë, si sillen, si blejnë në dyqanin e marketin e lajë, si përshëndeten, si trajtojnë të tjerët, dhe dy njihen në vendet e tyre të punës. Sa profesional janë, sa parimor janë e të tjera. Këto janë dy elemente, neve nuk duhet të kërkojmë individ me flatra, dragonj. Jo. I japim atribute mbasi i kanë kryer misionin tyre në shoqëri. Po neve na duhen njerëz të thjeshtë, profesionistë të mirë, qytetarë të mirë. Po nuk patëm këto elemente, domethënë karakteriale, që të jenë ndihmëtar, që të jenë bashkëpunues, që të vendosin një gur me dëshirë, jo sepse i duhet për të përfituar një pozicion, është e pamundur që neve të shkojmë drejt së durës. Kështu që mendoj se leadershipi i PD-s të duhet bëjmë, e bëri shumë bukur në Ritemelim, në ato kufte të jashtëzakonshme, prandaj e mora këtë rast personal, dhe në Ritemelim pati, pra ku la hapësirë pati figura vërtet dinjitare. Pastaj erdhën këta zotërinjtë e Hoxhakut, dhe u përzije, pra erdhën këta që na quajtën lum, dhe bën që të krijoj prap një mjegull e madhe. Po që shpresoj që mendoj se ka ardhur fundi dhe është momenti determinant që PD-ja të marrë. Por ajo çfarë unë theksoj më së shumti, jo vetëm për PD-n, por dhe për PS-n dhe për çdo që do të marrë një pozicion publik, duhet kaloj përmes një filtri dekriminalizimi. Duhet të filmon sipas secilë figurës, jo thjesht me shpresa që depozitojnë, por kjo të bëhet nga një bord njerëzish që vërtet kanë treguar integritet në tërë këtë kohë, i cili duhet t'i filtrojë të tërë përfaqësuesit tanë. Në mos edhe do të vim prapë në të njëjta situata ku në parlament ligjvënësit tanë do jenë zëqinet, që nuk janë të pakta edhe në anën tonë për hir të vërtetës, dhe mafia, që e instaloi Edi Rama. Në anën tonë pak në Renort, për këta janë një çik më nuk vjen në sy shumë, a kupton, domethënë nuk ka se si vjen frika më e madhe, jo vetëm e imja, po e çdo qytetari, jo domosdoshmërisht demokratësh, që këto zëqinet që kanë ndritur në për cepa tonat, kur të vinë në pushtet do jenë më të tmerrshme se këto zëqinet e Ramës ose Genc. Neve duhet patjetër i filtër shumë të dëndur, e ka detyrim Partia Demokratike si promotore dhe udhëheqëse e zhvillimeve të fuqishme të jetës qytetarëve shqiptar. Duhet të ketë jo pastërti figurash të pap kompromis.
Po, pra, unë mendoj që me themelimi nuk krya frymë, edhe fryma është ajo që i mbledh njerëzit rreth vetes. Fryma besoj që është epicendra e fushës magnetike ku njerëzit afrohen. Edhe siç e pam, u afruan goxha njerëz. Goditja e parë që mori Partia Demokratike ishte bashkimi në diversitet. Edhe po ta shpjegoj edhe unë se pse e quaj bashkimin në diversitet si një goditje gati fatale në Partinë Demokratike. Bisedova me një eksponent të lartë edhe tha duhet t'i afrojmë, tha se jo kështu një ashtu. Thash, dakord t'i afrojmë se Irma të gjithë gabojmë, edhe ti gabon edhe unë gaboj edhe gabimi i njeriut do të merret në konsideraci, gabimi dhe dënimi nuk do të jetë i përjetshëm për një gabim. Pra ata gabuan në një fazë, gabimi ishte shumë i rëndë, por demokratët edhe falin. Edhe si duhet ba? Do me thënë që duhet filloshin nga zero, do me thënë ti që me hodhe gaz, ti që më rafe, nuk mund kalesh direkt i sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike ose nën kryetari i PD-s ose i grupit parlamentar. Du ta fillosh në nivel më të ulët që të më bindesh mua që ti e meriton ngritjen në karrierë. Do me thënë duhet i kalesh strukturat nga poshta e të gjithët lartë. Ne ishim rithemeltarët, ta ishin antarët e ri të ardhmes dhe këto duhet të regonin. Po, tani të heqim ne Irma Markun, të heqim ne Irma Markun për të vënë kryetare të PD-s së Degës një marionet, se unë nuk kam probleme që të flas, një marionet të Jorida Tabakut. A kupton? Domethënë që t'i bëjmë shefin Joridës nam hapësirë asaj aty. Tani, ata i pranoj Partia Demokratike në mesin e vet. Po gabimi i këtyre, përveç se ishte, se ju dha pozicionet e larta, gabimi ishte sepse për të gjetë vend tyre, hoqi demokrat që kishin ne ditë në vështira. Ky është akoma edhe gabimi më i madh që i përshau demokrat. Edhe me bën përshtypje një gjë. Kjo ushtri pastaj po është e vërtetë. Me bën përshtypje një gjë që nuk e di, thonë Berisha është i aftë, shumë i aftë, për mu nuk ka shumë nuhatje për momentin, se dëgjo, nuhatje, të kesh për shembull të arrish të fusish, të japish oksigjen Jorida Tabakut, që kishte marru politikisht original si Ali Beja, ca të tjerë që mbaruan se nuk u futën dot në partinë e madhe, edhe ta bëjsh për shembull, domethënë që Jorida Tabaku dilte hapur kuna Berishas në të gjitha kancelarit perëndimore ambasadat. Të njëjtën gjë bën sot. Edhe Partia Demokratike e dërgon si përfaqësuese të partisë në kancelarit perëndimore, ajo nuk punon për PD-n, po është në agjendën e vet. Agjendën e vet sepse nuk e di çfarë qëllimi ka. Edhe të japish oksigjen atyre tipave, edhe të lash demokrat që rrezikojnë, demokrat të fortë. Nuk po them tani, nuk duhet të futem në familjen tuaj, më fal ju kërkoj ndjesë, po ju marr si shembull, dakor, ti nuk kandidove për deputete, po të menash Basir Çollakun. Të menash Basir Çollakun jashtë parlamentit, në një kohë kur i nderoi Basir Çollaku, jo sa është burri jot. Po ai kishte bërë denoncime të atij karakteri që ishte në rrezik për jetën në një kohë kur nuk kishte mbrojtje politike, as mandat deputeti nuk kishte, as nuk e mbronte partia, si ishte gati një gazetar i distancuar nga politika. Edhe të malosh jashtë ata, edhe të mfusish ca njerëz që punojnë kundër teje, unë me thënë drejtën këtë nuk do të arrit ta fal, nuk do të arrit ta kuptoj se si mund të lejohet, sepse nuk është një rast, janë 2 raste, janë 3 raste, edhe kur më bën listat edhe më fut ca njerëz, unë jam i apasionuar rrjetet mas Facebookut, i luj Zotin, do marrën gjithë ditën e gjatë, status, shkruaj, baj, komentoj gjitha gjërat, edhe i kontrolloj në përgjithësi. Asnjë nuk kam miqësi në PD, nga këtë PD-s nuk kam miqësi sepse nuk më ngrohin fare, bile mundësisht disa janë distancuar nga kritikat e mia, edhe ju shoh, bajnë një status, ka 100 mesazhe, 100 komente, edhe 100 komente negative, mos i shpjegohet. I them dikujt, si ka mundësi komente negative, po patronazhistat këtë punë bëjnë. Ora jam dakord, ai i kishin patronazhista që sulmojnë. Pa nuk i ka sa është deputet, nuk i ka 100 vet nga të vetët që dalin të thonë fjalë të mira, ta mbështesin. Ta mbështesin e drejtë. Po ta mbështesin. Jo, pra këto njerëz kuptohet se këto nuk ngjallin më afrim. Përveç se nuk ngjallin më afrim, këto kanë një qasje negative. Edhe këto kanë zëvendësuar shumë demokrat të ndershëm, demokrat fort, demokrat sakrificës. Edhe këto jeni dhe ju. Përveç asaj, edhe në diçka tjetër, se unë jam njoft me shumë zonja Partisë Demokratike, edhe shumë zonja kanë ngel jashtë PD-s ose jashtë edhe kandidimin në parlament, sepse nuk kanë qenë të pëlqyrat e Albana Vokshit. Kjo është një turp i madh. Një Albana Vokshi e pas gjetur,
e pas zgjedhur asnjëherë ka marrë mandatin e atë të kryesisë, e ka marrë shyn, edhe akoma nuk bën zgjedhje të reja për të pruar një person. Ajo nuk, do të thënë, Forumi Rinor dhe Forumi i Janë të Gruas, metat që do rikuperu. Forumi Rinor dhe Forumi i Gruas PD-s, unë nuk i kam pa kurrë në një aktivitet. Kurrë në një aktivitet. Domethënë ata vetë nuk mbledhin dot mbi 5-6 vetë edhe kërkën e tjerëve që bjen njerëz për protesta. Ore ti, zonjë, ose zotëj, sa njerëz bjen vetë ti? Le pasaj se sa të bje une. Pra këto janë ata që kanë blogu ingranazhin e PD-s që të heci përpara. Këto janë ata që fytyra negative e Partisë Demokratike. Pastaj kalojmë edhe diku tjetër se po flas më shumë, Sali Berisha del me atë asin në mangë, si po themi, lufta kundër Sorosit. Meqenëse Sorosi, me ardhjen e Trumpit, po goditej në Amerikë edhe në disa vende të botës, u shpall si kancer, domethënë, i demokracive perëndimore, edhe në fund bashkëpunon me njerëzit më të murë që ka Sorosi. Kjo është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme. Domethënë të më dalë Hasimja, të më dalë Ermal Hasimja që të më bëjë të më shuje shterrin e opozitës. Pse mos ta bëjë Irma Marku? Se Irmen e besojnë, Ermal Hasimin kush e beson? Pse të më kesh mua në postin më të lartë, Shef Lela deklaron me Kenari se nuk jam antar i PD-s. Po çfarë do anaj aty kur nuk është, domethënë, antar i PD-s? Për çfarë e ke aty në një pikë kyçe strategjike të komunikimit me elektoratin? Edhe ka plot shembuj tjerë që ne kemi shumë demokratë që ka lënë vend për të dëshiruar protestat e PD-s, pikërisht sepse janë besuar individëve të padukur. Po janë besuar pra edhe pastaj erdhi puna foltorët, zonën ndëruar me 50 vetë, po 50 deputet, ato edhe për karakter, për dinitetin e tyre, për të mos u turpnuar, çdo deputet 50, po të bjerit 5 vetë, 50 herë 5, 200 nuk turpnohesh në foltore, nuk është numër i madh, po nuk turpnohesh. Këto fare s'punojnë, këto duket sikur marrin benefitet që jep PD-ja, po në fund punojnë kura PD-s. Këtë përshtypje kam unë. Këtë duhet të rikuperoj. Është një ndër elementet që kërkon emergjencë për të rikuperuar në PD. Ajo çfarë vërej unë të më frikson ose nuk kanë ide, ishte që presin çfarë do thotë Berisha. Po. Kjo është e tmerrshme. Të aderosh në funksionet të larta drejtuese, të mos gjenerosh ide se si ti të shkosh drejt qëllimeve që i ke vendosur vetes dhe forca që ti përfaqëson, për mua kjo është katastrofike. Do të tregoj një ngjarje prap, kishim nga Londra një bisedim me Skype kur ishim antarë kryesisë PD-s Londrës me Berishën. Berisha ishte në Tiranë, ne ishim këtu, ishim mbledh, edhe më vjen njëri që i bonte reklam vetes, ishte kandidat primare për deputet, po që nga humbin primare edhe sot ka asnjë aktivitet politik, se nuk i intereson më, sepse humbi PD-ja edhe ai se thjesht për qëllime, për interesa. Por degën e PD-s e shkatroi në Londër. Pamërsisht. Edhe i them unë duhet flas. Edhe unë kishim bani një fjalë 4 minuta. Edhe ato pasi ban reklam vetë, sepse dishin se ishte pak zgjedhësh dhe donin të reklamonin vetën, vjen në një moment te unë forkon duhet, më thotë, "Gen sot 1 minutë, thotë, çat kesh me pyet Berishën, thotë se s'kemi shumë kohë." Kishte kohë për ato për të bën gallat të gjitha, edhe them dëgjoj zotni, Gensi nuk është një minutë, Gensi nuk mendon se është prokurori i përgjithshëm edhe ka të panderur Sali Berisha me i bë pyetje. Gensi mendon se është inteligjent mjaftueshëm që në tavolinën e Berishës sot t'i vjen edhe një alternativë. Doni se doni, nëse nuk jam për alternativë, unë bash mikrofonin me bë pyetje Berishës dhe refuzova mikrofonin. Pra që ishim një antar kryesie i një dege të Partisë Demokratike në emigracion. Po ata që në emigracion. Po ata që janë ajka, si nuk e thon dot një fjalë, nuk i vjen turp. Nuk i vjen turp se ta thoni një fjalë. Ajo pra koncepti që mos ekspozon, shkojmë se si do shkoj gjëja, mos ku do shkoj. Në fakt, shkaron është e krijuar kjo ideja që Berishës nuk i pëlqen të bisedojë. Unë për vetë e kam parë një njeri shumë bashkëpunues në atë pak periudhë, një që të dëgjon me shumë vëmendje. Dhe unë atë çfarë kam vërejtur është që këta nuk e kanë lecuar Berishën. Të janë ngarkuar mbi shtëpinë Berishës. Dhe prandaj Berisha e ka detyrim që ta pastrojë shtëpinë e tij. Ta pastrojë më fund shtëpinë e tij. Vetëm këtë presin demokratët.
Po, se nëse këto nuk mendojnë se nuk i pyet Berisha, nuk i pyet ndoshta sepse nuk janë për të dëgjuar, se nuk din çfarë flasin, nuk din çfarë thonë, janë thjesht e kanë ndërtuar karrierën me nuk e di si të them, vetëm se Nuk bëhet politik me komplimente, sa bukur e the, sa bukur të jo, edhe po të them edhe një gjë tjetër që po shikoj këtu kohët e fundit, janë disa njerëz që mezi presin të nxjerrin një status duke shoqëruar Sali Berishën te hyrja e parlamentit. Nëse kjo është arritje, e vërtet. Nëse kjo është arritje, atëherë kemi marrë si kom. Nëse Berisha është non grata apo një është non grata? Berisha si është heq non grata dhe tërë kancelaritë e botës janë duke folur kundër qeverisë së Ramës. Po heqja non gratës. Mungesa non gratës për mua ishte përgjigje pikërisht këtyre rrymave që tentonin të merrnin energjinë e qytetarëve për ta përdorur në interesat e veta, duke krijuar një pseudo opozitë. E kuptoj, mungesa në ambasadën amerikane. Po. E ligëm është. Do të shohim, unë them të presim të vijë ambasadori i ri dhe shohim se si do ndërtohen marrëdhëniet. Po mirë më Irma, me qenë se s'ka në ambasadori dhe janë i personin i vjetë i ambasadës. Sikur PD-ja ta kishte refuzuar fare vizitën në ambasadën amerikane përderisa nuk e merr liderin. Çfarë të keqe do të ishte? Se mu ta thej aty ku nuk më thirrin babën, se që kam gjallë për me pas gjallë ndasëm, s'kam si më shkuën. Jam shumë dakord, po ne e thamë dhe zhvilluam sa më herët. Pak kemi në strukturat drejtuese ata që përfaqësojnë palcën reale të PD-s, të djathtë Mirfilli, sepse konservatorët e respektojnë babën. Për hir të vërtetës, të majtën ngrihen dhe thonë ka mundësi më hapo shkraun se un kam jetën time. Se shkon shumë për te kjo pjesë. Pastaj gjithë secili dhe ato që dalin duke shoqëruar vrapojnë të thonë me simbolika, me pozime që janë pasardhës, me idenë se mund të mashtrojnë demokratët i kanë thënë jo të tjera makinacioneve 5 vjet të shkuara dhe kjo nuk përsëritet më. Gabimin që bën me Lulzim Bashën nuk do ta bëjnë më demokratët. Dhe kjo është në dëm të tyre. Po pra, po ku ka njerëzit e aty brenda, si mund të veprosh ndryshe? Pastrohen me vullnet të mirë. Po. Televizionet shqiptare, po zhvillohet një protestë, thamë ne, që në fundit për te atyre që thamë, duket si një frym... Ka një emërues. Po si një frym e re. Si me frym, jo, një frym e re. Por shikoj televizionet të gjithë me opinionistë të vjetër duke dhënë opinione për protestën. Si ka mundësi që këto televizione nuk do me të heq nga puna Basirin, mos ma merr për keq. Jo. Si ka mundësi që këto televizione, po shiko tani, që t'jemi realist. Sa herë ke dalë në televizor, në intervista? Po, disa herë më shumë në fushën e arsimit. Po, më shumë në fushën e atë mushet me e se unë kam shumë njërës kam mundësi me marrë intervistë edhe nuk i marrë nga neveria që kam më falë se nuk du të regohen me që të ofendojnë tjërë, po nga neveria në kuptimin që nuk afrojnë as i bised, a kupton? Po i shof që ditë në televizor. Pra, a do të vjen kohë se dhe vetë televizori, kur më kërkoj dikush mua një rast një intervistë, thash do të nuk jam akademikun, mos më merr mua një intervistë, se ti thash do të prishish edhe radion, edhe ndoshta edhe mua, po unë hajt mos, se nuk më njeh kush. Pra, do të thënë, unë si moderator, që të kam zgjedh sonë ty, unë kam zgjedh sepse me Irma Markun unë i rris autoritetin vetës dhe radios. Them me veti këto televizore, a nuk kanë qëllim që t'i rrisin pak autoritetin vetë në emisionit tyre? Ja, në fakt, unë e preka më herët kemi prema. Në realitetin shqiptar nuk ka vite që nuk mendohet më për rritje reputacioni apo dinjiteti. Shikojmë se kush e rrit çmimin e Zartit që vjen në dorë Ogenski, është bindja e madhe. Po, e kuptoj. Kush paguan më shumë, aty neve do i shërbejmë. Po i shërbejmë në mënyrë të verbër dhe ka kohë dhe me të drejtë ai prej vitesh i quan Kazan. Ai veti i shndërroi në të tillë dhe veti tallë. Siç ndodhe në jetën e përditshme. Një njeri që ka negociuar dinjitetin e tij, reputacionin e tij,
thot populli ynë që ka sentenca filozofike vërtet mrekullueshme. I ka hënë një lugçor. Një lugçor, po. Edhe do ta vjelli tër jetën. Apo i hyri valles dhe do ta heqi deri në fund, edhe pse ndonjëherë mund të ketë pas të këtij mendimi edhe dëshirë për të arritur reputacionin e medias. Tani ke folsi për Elbasanit ta të heqi në fund. Ta të heqi deri në fund. Po a do të ketë ja, nga atje je dimër thjesht të bëna për mua për gallat. Tani, a do të ketë ky kom shqiptar më njerëz profesionista por me dinitet, domethënë për të mos e kryer mos me e shndërroni një mision ose një si të mund të në biznes, domethënë misioni i gazetarit, misioni i medias do ta ketë një qëllim. Si ka mundësi që zoli as në atje dinitoze dhe thotë jo, un kam këtë punë, nuk e kam për pazar, domethënë mbish për zar, pastaj tani nuk e di, po bash pal, pastaj me të keshën besoj. Janë bërë një pjesë dërmuese janë bërë palë me të keqen. Dhe kjo nuk ndodh vetëm me median. Prandaj është shumë e vështirë që neve ta shkolisim. Prandaj kërkoj që të jetë parsore pastërtia e figurës të çdo kujt që pretendon një pozicion publik. Jo thjesht ata që duan të zgjidhen deputet, po çdo drejtues në çdo hall të vendit duhet vërtet një dorë shumë e fortë dhe kjo kërkon njerëz që janë rrahur, janë parktuar me problematikat e këtij pushteti. Në pjesën dërmuese gazetarët shqiptar paguan për muaj me radhë, presin kur t'i vijë rroga. Janë Pse se ngren zonin? Ngren zonin ato, ngren ndaj opozitës, fajin e Kaçaniut. Po, Kaçania, po. Që të marrin rrogën e 3 muajve, 6 muajve, 7 muajve, atë raste të tilla. Kryesisht në pjesën ndërmuese mediat nuk i paguajnë rregullisht. Punojnë në të zezë, nuk janë në kushte të mira. Gazetarin që se nuk do nëntonë problemin e vetë, si do të nënsojë pastaj probleme tjera, ashtu është i marrë. Dhe ajo çfarë kam vërejtur unë, në këto vite, sidomos këto 10 vitet e fundit, kemi gazetarë profesionistë të mirëfillt, që kanë shënuar vijat editoriale, ose kanë mbyllur gojën, kanë bërë kompromis, siç është për shembull ABC-ja që unë kam kohë që nuk e çoj fare të dëgjoj, sepse aty më duket si ku ngjoj kronikat e kohës Partisë Punës, apo dhe media të tjera që kanë bërë kompromis, kanë nënshkruar kontratë dhe të qëndrojnë aty me hir dhe me pa hir. Profesionistët e mirëfillt, meqense ju e përmendët, duket si konflikt interesi, por nuk është ai im që Basiri është bashkëshorti im dhe babai i vajzave të mia. Si Basiri që është një gazetar i lirë dhe i papunësuar, sepse është e pamundur që të punësosh, do t'i nënshtrosh kushteve të editorialit dhe ai ka zgjedhur deri në fund që të jetë një njeri i lirë dhe kjo me një kompromis dhe me një sakrificë të jashtëzakonshme që nuk bie të, por bie mbi tërë familjen dhe mbi vajzat tona, sepse për hir të vërtetës këto zgjedhjet tona kanë ndikuar dhe në jetën e tyre, sepse ato jetojnë me bashkëmoshatarët e tyre. Por mendoj se na kanë mirë kuptuar, na kanë mirë kuptuar për këtë. Po, kjo është realiteti i medias shqiptare. Nuk kemi media të pavarur. Ju kanë mirë kuptuar sepse janë fëmijë të prindërve të mirë dhe patjetër që e mirë kuptojnë pavarësisht se në bashkësi, prandaj më vjen keq si ka mundësi që në Shqipëri u kriju kjo kulturë e rreshfetit, kulturë e shkëmbimit gjithçka me parë. Do të tregoj Irma 2 shembuj. Unë shkoj çdo javë vizitoj një plak, është 88 vjeç, 89 në azil. Se kam kur gjoja. E kam djegur, po. Shkoj ashtu. Po, më thonë kur shkej e shoh, më thonë ca njerëz kur ju them, se që është e pashat plakun, se ku ishte, më thonë sa lek jep, sa lek i merr. Po si ka mundësi që çdo veprim që të bëjmë ne duhet marrim lek. Po, unë kam një restorant të vogël në Lëndër edhe shpesh vinë njerëz që duan me dalë në banjë, është një shembull banal, po themi. Edhe më thonë, a dalim në banjë, ki mundësi me shku në banjë, sa mash për klientat, me thot, po blej diçka që të shkojmë në banjë. Se me vetë, po ashtë turp për shkakun që ta imponoj tjetrin deri diçka për më shku. Pra, unë aty jam në biznes, në profesion për me marr lek.
A kupton? Po e kam ndjenjë që ore nuk do të marrim lek për gjithçka. Po sigurisht mos i ketë ai lek për shkakun. Si do prandaj them që kjo kultura e çdo lëvizje që duhet shpërblet, të them do të është një kulturë e tmerrshme negative. Kjo është një frym që ne kemi bartur që nga periudha e komunizmit. Në një lloj forme këta patronazhistët, këta me adresat falso dekonspirojnë vetveten. Akuzat që na bëhen kur neve bëjmë një reagim që këtyre si pëlqen ose që partia i ka uzuar që ta sulmojnë, është të paguarit e Saliu, sa lek i ka dhënë Saliu e të tjera e tjera. Ato nuk bëjnë asnjë gjë pa një interes të mirëfillt. Prandaj mua më pëlqen ta theksoj këtë pjesën e frymës së Partisë Demokratike. Dhe është mëkat i madh që ka demokratë që i ka rezistuar këtyre gjërave të mos përfaqësohen ashtu siç ato e meritojnë. Çfarë do? Edhe unë akuzohem, unë tani që kritikoja ku një militant të EPD-s me një emër anonim Regina Max. Edhe unë jam akuzuar. Regina Max, sepse unë them të vërtetën dhe i thash një ditë, po si ka mundësi që unë them të vërtetën ti më akuzon mu si i shitur, madje më tha dhe qyrik një ditë, po nuk merrem dot me ta se përshpelorin vet. Po, edhe i thash, nuk të bën përshtypje ty Rita Tabaku që e punën hapur në EPD-s duke qenë në EPD-s, unë jam jashtë, dhe me punu kundra, nuk kam në konflikt interesi. Ajo është brenda, punën kundër, domethënë, ajo është e mirë, ndërsa unë jam i keqderje, aty kemi arrit. Megjithatë, Regjinën e kam shumë gjan, se zakonisht të që më ngacmojnë shumë unë i baj blok tani se s'kam vak e ko më marrë e nërë më i baj blok i fshi komentin, Regjinën e kam shumë gjanë edhe do ta ketë në Facebook sa ti jem gjallë, do më thanë letë me godasi sa dojë unë me përshnes. Regjina është një demokrate e mirë, por me këtë idenë e nënës që do të kujdeset që mos ketë asnjë sulm të jashtëm, në fakt edhe kjo është pjesë e mbetjeve të asaj periudhe që gjërat nuk duhet të diskutohen, se shqiptari e ka për adet, e ka për zakon që t'i pleqnoj gjërat, me i diskutu, e me i rraf mendimet e me shku atje ku duhet. Patjetër që po. Dhe neve drejt kësaj duhet shkojmë tek një dialogim i vërtet, jo tek kritikat për hir të kritikës, por tek diskuri i vërtet për rrajën e problematikave dhe gjetjen e zgjidhjeve, sepse siç themi neve shqiptarë, dy menja janë më mirë. Dhe kur ta bëjmë këtë, mendoj se gjërat do të shkojnë ashtu siç duhet. Për momentin jemi në kaos, po mendoj se gjërat do të qartësohen. Edhe më tepër. Dërsa kjo pjesa e mitmarrjes, unë jam në arsim dhe shpesh jam quajtur dhe një që nuk di, që nuk negocioj me një zarb të vogël, me një dhurat në kombim të notave. Ku merr vesh Irma nga këto gjëra? Ja, Irma nuk e pësoj Irma këtë pjesë. Nuk jeton. Ardu kohë të tjera. Po në vend që me thënë bravo, ja, që ne do t'i mbështesim këta njerëz. E vetmja gjë që mua më dhem është pikërisht kjo. E vetmja gjë që realisht ndjej keqardhje është pikërisht kjo. Në vend që të diskutohet si një njeri që vërtet ka një vullnet të hekur që t'ja dali, sepse që një njerëzore joshet është e tillë për natyre, kujt nuk i pëlqen. Se të jetë ardhur më të kënaqur. Për leksion të puna. Ti marrësh edhe pak më tepër pse nuk ka se ke alergji për lekun, se po të kisha alergji nuk shkon të puna. Absolutisht jo. Nuk i ka, për puna e dua që të jetë ashtu siç duhet, siç më takon mua që të paguhem, e gjitha jo në kuris. Mirë po, çfarë ndodh në realitetin e prindërve shqiptarë? Veç që të falenderoj një mësues që kërkon t'ja bëj fëmijët të aftë, ato duan me çdo kush që të marrin ato nota dhe të mbarojnë punë. Dhe ky termi, një prindi që thotë të mbaroj punë, mua më trishton pa masë, jam prind dhe ajo çfarë që kur unë mos t'jem më në këtë botë, fëmia im t'jeti aftë, t'jeti Zoti që të përballojë të tëra sfidat e jetës. Si mundet një prind të investoj fuqishëm për ta bërë fëmijën të paftë? Se momenti që ti i blen dëftesa, ti i blen komoditetin, ti je duke u investuar në pafësinë e fëmijës tënd. Dhe kjo është gjëra që mua më trishton. Ka shumë gjëra për të rregulluar këtu në realitetin tonë. Dhe prandaj duhen figura
të qarta, jo as misha spesh, jo edhe kështu edhe ashtu, edhe mirë këtu dhe mirë atje, në udhëheqjen politike të realitetit tonë shqiptar. Unë mendoj se shumë e rëndësishme duhet fillojmë tek vlerësimi i vlerave njerëzore që kemi. Domethënë, mësuese Irma Marku nuk merr lek. Ne duhet ta përmendim si shembull, pozitiv, që të pak nga që lërti, ndoshta nuk ja hek dot se e gjem njërë mi marë, po të pak mos ndjetë komod. Mos ndjetë komod. Ndërsa të mos të bëj ka shillok. Atë po them. Të hiqet si javë. Atë po them pra, se kushtet e tilla në Shqipëri që mos ndjesh komod e ti që nuk i merr. Ose ajo të tregojnë bajnë ponja edhe të zgjuar, ti nuk di, ti nuk ban. Po ka karakter më njeriu, ka karakter, je profesionist dhe kur je profesionist, shkon për të ushtruar një profesion, edhe unë mendoj që një mësuese ose një mësues do të jetë i kënaqur jo kur merr lek, po kur merr kur nxjerr një nxënës dinitos. Domethënë, nëse një nxënës shkon në studion në Angli, edhe i ke thënë mësimtit i një shkenare sepse ka dalë nga po. Ka kënaqësi më të madhe. Kjo është kënaqësia më e madhe. Po ku ta marrim këtë lloj qëllimi, gjithçka është më pazar, prandaj edhe në politikë shfrytet njerëzit, sepse hyn për pazar, edhe hyn për pazar, edhe dalin tek ajo për shembull. Pse ti nuk bën karrierë dot në Partinë Demokratike? Edhe po marrim një shembull shumë thjeshtë, nuk kam vetëm në Partinë Demokratike, kam gjitha partitë. Nuk bën karrierë sepse ti nuk e blen dot pozicionin. Ti ke hyrë nëse e meriton, ta fitesh me merit, ndërsa ata e blejnë sepse e blejnë me parë, sepse i kanë parë, por e dinë se ato parë që shpenzojnë është investim si në biznes. Do të nxjerrë në një formë tjetër, në një se e diku tjetër, prandaj ne kështu nuk ecim përpara, jo me bën një protestë, me bën 100 protesta në ditë, se ne nëse nuk ndrojmë mentalitet. Duhet fillojmë vetë të distancohemi nga modele të tilla. Sepse e thash edhe më herët, Rama nuk erdhi vetë deri këtu. Neve duhet fillojmë ta kthejmë gishtin nga vetja, edhe mekanikisht që ke vështirë në fakt të bëhet si proces. Por njeriu po spati një analizë të vetvetes po mund të gishtin nga tjerë se në fund pastaj vim ke sentenca biblike të hedhi gurin i pari, kush nuk ka më gabuar kur në jetë. Edhe është shumë e vështirë. Është e vështirë, pra unë prandaj këtu në radio them shpesh herë që duhet unë marr njerëz sepse që janë vlerë, edhe duhet që ti promovoj me atë mundësinë tonë, ti me këtë modestë të vogël, duhet ti promovoj që njerëzit e mirë ti njohim më se ka, se jemi mësuar duke një gjuhë, vetëm fal për shpinën. Bota shqiptare realisht ka. Ka pra, po prandaj ne duhet të japim zon, ne duhet t'i promovojmë thjesht për tregu se ka, që domethënë që të ekzistojnë si shembull, nëse dikush thotë që s'ka ose ndihet keq është vetëm jo, është edhe një tjetër që është njëri i mirë që punon jo vetëm për shpinën e vet, se punosh për shpinën e vet, shpinë duhet të jetë punojmë edhe pak më tej. Domethënë punosh edhe për shoqërinë, se në shoqërinë njerëzit nuk kanë gjithë në një niveli, ka njerëz që janë niveli. Duhet të qartësohet më në fund se kush është intelektual i vërtet. Po. Sepse intelektual nuk të bën asnjë kravat, asnjë kostum, asnjë makinë luksoze, as më pak një pozicion pune. Intelektualët janë ata njerëz që tërë kontributin e akumuluar në vite nga shkolla autodidakt e vënë në funksion intelektuali. Deri në këtë moment kur neve kurse kemi vlerësuar konkretisht në këtë lloj formati, ne do ta kemi të vështirë të gjejmë dhe ata që do na përfaqësojnë. Edhe jemi fajtor vetë sepse i kam thënë doktor Beshës në zyrë, tha doktor, ne ju thash, unë jam në Angli, po ju thash se do të bani. Shqipëria është e vogël, populli i vogël, të gjithë njerëzit njihen. E njohim njeriu e mirë, duhet të dalim në terren edhe ta kapim zonja Irma Marko, hajde këtu, se na duash, kontribo për ne. Pra ne në fakt i njohim njerëzit e mirë, por nuk i vlerësojmë, nuk kanë sa ta fshihen. Jo, ne i njohim, por nuk jemi fajtore edhe vetë që nuk i mbështesim. Jemi pak fajtor për jemi pak fajtor, po se dëgjoj, unë mendoj që nuk është problemi Rama është problemi se ai kryesisht, pavarësisht se ne kemi në tangen, ai e ndërtoi këtë lloj klime, këtë lloj kulture të bashkëpunimit me mafisë, të blerjes posteve, të blerjes institucionalizoi për të vërtetës.
luftim që ta shkulim, ta shërnjesim fenomeni duhet nga shoqëria fenomen, sepse njerëzit nuk kanë çfarë më bëjnë nëse nuk e zhdukim me shkulim karrën si fenomen, se pastaj gjithsekush kush në aty bën viktim, edhe si thanë gjithsekush pastaj janë të vështirë ata që i thonë parës jo. Është e vështirë se joshet që një sa më minore në formin të jetë pastaj aq më shumë do joshet. Prandaj unë i qëndroj asaj pra pastërtisë së figurave dhe njerëz që vërtet në kushtet të mbi ekzistencës dhe kanë ruajtur profilin e tyre intelektual, profesional, qytetar. Që asaj çfarë do të vi. Dhe në fakt e kam ndjekur diskurin e doktor Berishës. Ai ka përmendur në mënyrë të përsëritur qeverinë tranzitore apo kujdestare. Dhe realisht kërkohen përfaqësues shumë të kujdesshëm, se jemi duke hyrë në këtë fazë. E thashë edhe më herët, protesta e ka kryer misionin e saj në lloj forme. Rama e ka përfunduar ciklin e tij politik, por neve duhet jemi shumë të kujdesshëm të asaj çfarë do të bëjmë pas kësaj. Po, është vërtet. Shqiptarët kur ndërtojnë një lokal e bëjnë të bukur dhe shumë komod dhe mendojnë se në fakt mendojnë se e bën biznesin. Jo, biznesi fillon atë ditë që ti hap e fillon të shërben. Atë ditë që e hap dhe shërben, vërtet. Atë ditë se më bën murin as ketë lehtë, ndërsa që ta marrësh atë murin, pastaj edhe ne që ta tarcojmë në tani qeveri mund të jetë realizueshme, por problemi është çfarë ndërtojmë pas kësaj, a ndërtojmë ato që na duhet të ndryshimin. Unë besoj që nuk kam gjë tjetër me thënë, nëse ke ndonjë mesazh apo ndonjë diçka tjetër për dëgjuesin e radios, jeni e hapur dhe keni komision. Nuk e di çfarë ndodh, u shkput linja. Më ndëgjon? Alo, Gens, se pati një... Pa disputje, po. Po, unë nuk kam gjë tjetër, veç tash nëse ke diçka për thënë për dëgjues, ke kohën me zonën. Po. Prap, u rilidhëm. Po, nëse kam diçka për thënë, mendoj se në një mesazh për thënë për ta mbyllur. Mesazhet u dhanë, kërkohet kujdes. Maturin janë momente vendimtare ku do të shënohet një erë e re, një epokë e re për botën shqiptare, jo një Shqipëri e re. Unë jam për Shqipërinë e vjetërve tanë dhe jo vetëm si territor, po si mendësi, si botë kuptim dhe si përkatësi. Kemi të kujdesshëm, të jemi të matur, teksa zgjedhim ata që do të jenë fjala jonë, zëri jonë, përfaqësimi ynë. Dhe mendoj se duke ndihmuar, duke u bërë më në fund bashk komunitar, bashk qytetar në hallet problematikat e përditshme, duke dhënë dorën njëri tjetrit dhe në problematikat dhe hallet e përbashkëta, mendoj se Shqipëria do të ketë më në fund një qasje, një rrugtim të vërtet të drejt Europës, si pjesë të së cilës është dhe siç e ka ndërtuar Zoti. Edhe unë bashkohem me këtë fjalë të fundit që thatë, me këtë mesazh, sepse duhet jemi të kujdesshëm se jemi përdorur shumë dhe mund mos të bëhet kjo në mënyrë përsëritur, sepse pastaj gabimi është edhe joni, nuk është vetëm i atyre. Tash duke e mbyllur, unë të falenderoj, po do të më thosh Basil Çollakut, nuk më ik do të vijë momenti se kam shumë dëshirë, po nga që ka pas angazhime këto kohë e fundit me televizionin, me emisionin, thash mos ta ndërpres, se e di se nuk do të marrë fusë ftesën, por thuj je në listë sa më shpejt do kisha I them edhe vet, po hajde, po fusim edhe mik në këtë radhë. Po fusim mik ministrin e mbrëmshëm, si thon shqiptarët. Po. Irma, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Po. Edhe për mua. Të falenderoj, ishte kënaqësi. Kënaqësi e reciproke. Të falenderoj dhe mbetemi në kontakt. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Edhe unë faleminderit. Për ne shqiptarët. Shumë faleminderit. Natën e mirë, mirë dëgjofshim. Natën e mirë. Të nderuar dëgjues radio, unë Gens Paçuku nga studio në Londër.
në një Londër të nxehtë me temperatura të larta, por arrita t'ja dalë përfundimisht, se ky nxehti i Londrës është i keq, nuk është si në vendet tjera, këtu 35 gradë mund të jenë si 40. Po nëse e përballum, isha në një bisedë me zonjën e nderuar Irma Marku, mësuese, vjen nga fusha e arsimit, me kontribute jo vetëm në fushën e arsimit, por edhe në jetën shoqërore dhe politike në Shqipëri, edhe këta njerëz do sjell në radio, këta njerëz e di se kanë mesazh për të dhënë, edhe këta njerëz janë ata që punojnë për vete, punojnë për vendin, punojnë për shqiptarët. Këta janë njerëz qendrësar, janë njerëz sakrificash, edhe këta na duhen edhe ne. Duhet mësohemi të gjithë, t'i promovojmë edhe t'i mbështesim njerëzit e drejtë me dinitet dhe integritet. Tani unë nuk kam çfarë shtoj më personte, unë ju falenderoj edhe ju uroj gjithë mirat. Kam një përgjigje për një zonjë që kur folëm, po Madjana Nuredini nuk besoj se do të na dëgjosh, po do të vijë lajmi ose do të them edhe vetë direkt, që ban një pyetje çfarë problemi ke me të drejtat e grave. Unë, por besoj edhe ajo që ishte ftuara imja, ne nuk kemi asnjë lloj problemi, madje jemi mbështetës të fuqishëm të drejtave të grave. Unë si person nuk mbështes vetëm një të drejtë e lindur në vitet e fundit që nuk ka ekzistuar faktikisht në kohët normale. Nuk kam besoj nuk mbështes të drejtën e një gruaje që të bëhet burr edhe një burri që të bëhet gru. Kjo është ajo që unë faktikisht nuk e mbështes, por prapë se prapë e pranoj si e drejtë e tyre. Për të drejtat e tjera do të jem luftëtar i vazhdueshëm i të drejtave deri aq sa kam mundësi. Kështu që mos u mërzit, nuk jemi kundër të drejtave, por janë disa drejta që nuk ja mohojmë, por nuk i mbështesim. Unë kam vetëm një që nuk e mbështes, ajo që e thash, që një gru që mohet burr, unë atë të drejtë nuk ja mbështes. Pastaj zgjedhja është e vetja, unë jam i detyruar ta respektoj. Miq, ju përshëndes, Gens Paçuku nga studio në Londër për Window Radio me emisionin Mikrofoni i hapur. Natën e mirë, mirë dëgjofshim të martën tjetër, nëse nuk kemi ndonjë rast urgjent për ndonjë ndërhyrje, me qenë se situata në Shqipëri është i çik që ka zhvillime. Natën e mirë. Mikrofoni i hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am.